Stili flet. Çfarë tregon veshja jote për ty? Një studim zbuloi se njerëzit me stil guximtar shihen si lider natyral. Nëse je person që zgjedh guximin, detajet e forta dhe ngjyrat intensive, ti po ju thua të tjerëve se ke vetbesim dhe nuk ke frikë të dallohesh. Ngjyrat e forta si e kuqja dhe e zeza lidhen shpesh me forcën dhe autoritetin. Gjithashtu, stili minimalist i ka rënjët në filozofinë japoneze që vlerëson hapësirën dhe qetësinë. Një stil minimalist dhe elegant tregon qartësi mendimi, qetësi dhe besim tek thjeshtësia e gjërave. Ti po komunikon balancë dhe maturim. Minimalistët shpesh konsiderohen më të organizuar dhe më pak të stresuar. Moda kreative është një mënyrë e shkëlqyer për të reduktuar stresin dhe për të rritur energjinë pozitive. Nëse çdo ditë eksperimentoni dhe luani me kombinime unike, tregoni se jeni kreativ dhe i hapur ndaj risive. Stili yt flet për një shpirt të lirë dhe imagjinat të pakufizuar. Njerëzit kreativ kanë tendencë të shihen si më të lumtur dhe më fleksibël. Njerëzit që preferojnë veshjet klasike shpesh konsiderohen si më të besueshmit në ambientet profesionale. Nëse zgjedh elegancën klasike, përcjell një imazh të sofistikuar, serioziteti dhe profesionalizmi. Je person që e di mirë çfarë kërkon. Stili klasik shihet shpesh si simbol i qëndrueshmërisë dhe suksesit. Sot casual është stili më i preferuar për shkak të komoditetit që ofron. Veshja jote casual, komode dhe sportive tregon se je person që e vlerëson rehatin, spontanitetin dhe energjinë në çdo hap që hedh. Vishu siç ndihesh, shprehu lirshëm sepse stili yt është zëri yt pa fjalë.